министрите. Сега не трябва да биде од збор до збор, сега не можеме ние. Да нема различни информации во смисла од крајност до крајност, ме разбираш? Сега никој може од збор до збор да ги Përfaqësimi i Republikës së Maqedonisë në Expo 2020 në Dubai është një rëndësie të veçantë dhe shumë të lartë për shkak se ne prezantohemi para botës me 192 shtete pjesëmarrëse dhe mbi 200 paviljonet të ndryshme. Prezantohemi me sloganin ose me moton Maqedonia shtëpi në çdo kënd, që nënkupton që ne duam ta paraqesim vendin si një shtëpi e të gjithëve, ku jetojnë bashki të ndryshme etnike, religjioze e kështu me radhë, por edhe të prezantojmë vendin si vend i sigurt dhe i hapur për gjithë turistët edhe vizitorët që dëshirojnë të vizitojnë Republikën e Maqedonisë së Veriut. Në paviljonin tonë që ka rreth 385 metra katror dhe ku kemi rreth 200 metra katror për prezantim, kemi materiale të ndryshme të sjellura nga Republika e Maqedonisë së Veriut. Diku 75% e prezantojmë vendin në sferën ekonomike, në sferën e turizmit, prezantojmë zonat e lira ekonomike, prezantojmë planin zhvillimor ekonomik të Maqedonisë së Veriut, prezantojmë energjetikën, subvencionet për turizëm e kështu me radhë. Gjithashtu prezantojmë edhe turizmin në 4 sinë të ndryshme, të cilat janë begati për Maqedoninë e Veriut, si në aspektin e turizmit dimror, veror, por edhe në sezone të ndryshme. Ne në paviljonin e Maqedonisë së Veriut kemi sjellur edhe 2 kafsh të cilat janë bërë atraktive për vizitorët të ndryshëm. Është Shqiponja e Artë dhe Rrëqibulli Ballkanik, të cilët janë 2 kafsh të cilat prezantojnë janë autentike të rajonit tonë. Si dhe kemi sjellur edhe veshje etnike të popullatës e cila jeton në Maqedoninë e Veriut. Gjithashtu kemi sjellur edhe artefakte të cilat prezantojnë traditën, historinë e lashtë dhe të begatë të vendit tonë. Në Dubai Expo 2020 kemi numër të lartë të vizitorëve. Çdo ditë në ditët e punës kemi dikon 2000 vizitorë në ditë, ndërsa gjatë vikendeve kemi arritur edhe numrin maksimal rekord në rreth 5.000 ose 4.442 vizitorë. Në tërësi, nga fillimi me 1 tetor deri më tani, kemi diku rreth 50.000 vizitorë, që është një numër i konsiderueshëm për vendin tonë. Shpresojmë që numri i vizitorëve do të rritet edhe në ditët e ardhshme, sepse fillon dhe freskohet koha dhe numri i vizitorëve shpresojmë të rritet edhe më tepër. Në paviljonin tonë kemi bërë disa aktivitete deri më tani, sidomos në planin ekonomik. Kishim pjesëmarrje në Business Forum të drejtorit të Agjencisë për Investime të Huaja. Kishim prezencën e zonjës parë të shtetit, gruas së presidentit të Republikës Maqedonisë së Veriut, e cila mori pjesë me fjalim në paviljonin e grave dhe në hapjen solemne të paviljonit e grave. Gjithashtu kishim edhe një business conference në kuadër të paviljonit Maqedonisë së Veriut dhe planifikojmë që deri në fund të Expos të kemi 2 deri në 3 aktivitete në çdo muaj. Në gjithë kuadrin e prezantimit ju bëj apel edhe një herë gjithë kompanive në Maqedoninë e Veriut që të vinë dhe të marrin pjesë në Expo, sepse është një shans dhe një mundësi e mirë për të prezantuar vendin edhe produktet e tyre, dhe është një treg i hapur ku presim dikon 25 milion vizitorë në tërësinë e gjithë Expos brenda 6 muajve. Dita më e veçantë për Maqedoninë e Veriut do të jetë në 22 shkurt të vitit të ardhshëm. Është ditë kombëtare ku do të prezantohet dhe do të marrë pjesë delegacioni më i lartë shtetëror, kryeministri, ministra dhe kështu me radhë. Në kuadër të kësaj dite do kemi konferencë biznesi dhe do kemi përfaqësim kulturor me ansamblet përkatëse nga Maqedonia e Veriut. Faleminderit.